Imzot Rok Mirdita, arqipeshkvi i dioqezës Tiranë-Durrës, ka festuar 75 vjetorin e tij pa pompozitet e as luks, por me një meshë të thjeshtë në katedralen e Shën Pjetrit në Tiranë. Në meshën e shenjtë morën pjesë i peshkvinj, pjesëtar të klerit, besimtar katolik, por edhe politikan. Jeta i Imzot Rok Mirditës ka qenë në lëvizje të vazhdueshme. Ajo lind në datën 28 shtator të vitit 1939 në Klezna, Malizi. Ai u shugurua prift në datën 2 korrik të vitit 1965 e më pas u dërgua në New York për të shërbyer dioqezës shqiptare. Me 25 dhjetor të vitit 1992 u emërua kryepeshkopi i dioqezës Tiranë-Durrës, ndërsa u shugurua në Shkodër në 25 prill të vitit 1993 nga vetë Papa Gjon Pali II. Në vitin 2010, ish-presidenti Bamir Topi dekoroi Imzot Rok Mirditën me urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu me motivacionin për kontributin dhe veprimtarinë e vyer në ringjalljen e besimit shpirtëror dhe shpresës për një të ardhmë më të mirë, për ngritjen e institucioneve të kultit, si dhe për forcimin e pasurimin e mëtejshëm të harmonisë, tolerancës dhe bashkëjetesës ndërfetare të popullit shqiptar. Nga viti 1993, Imzot Rok Mirdita udhëheq arkiodioqezën Tiranë-Durrës.